krejt ata që kanë luks kanë mu prish një ku. Kjo jeta në shkallë. Shkën nalt edhe zbret poshtë. Po ai që jo i mesëm e zgjat dorën, ai që jo i nalt nuk e zgjat dorën. Po, kum qenë gërbe. Tu e di, kum qenë. Ku jom këthy këtu i kum të kontribu ushtrisë ligjimtare të Kosovës. Me disponim mirë jam, nuk jam keq. Ju përshëndes, mirë se keni ardhur në Drenicë. Mirë se ju gjatëm. Më trego pak parja, pe bën lumë të njeriu na veç pe ja zgjidh problemat. Parja nuk e bën lumë të njeriu. Jeta bën lumë të njeriu. Parja nuk ka kur gjë. Parja është shpenzuese. Edhe çfarë luksin tepër pak i prish njerëzimin? Po, krejt ata që kanë luks kanë mu prish një ku. Ka marrë një ku që ata, dhe më thonë, kjo jeta në shkallë. Shkën nalt edhe zbret poshtë. Edhe kështu për këta që janë nalt, kanë mëra poshtë, edhe tanë që vjen tjetër, kush vjen, na nuk e dim. Sa është sot dora për dorë, qysh ka qenë atëherë? Sa është sot dora për dorë? A ket interes? Po, dora për dorë është ma fort ai që jo i mesëm, jo i varfni, se i varfni nuk më një jep kërkujna, po ai që jo i mesëm e zgjat dorën, ai që jo i nalt nuk e zgjat dorën. Sa ka ndryshu koha? Krasim që ka qenë me të shoh tash? Koha ndryshon gjithë, edhe ma heret koha u konë ndryshe, kena kurre, kena gjvëshe, kena kryja të punë, po sëtë janë dalë mjetët, sëtë nuk janë aty. A ka pas interes që shpo ka sot? Pak janë largu njerëzit, po jo sa flitet nuk janë shtashtë shumë. Se adin unë ka pak e për cilë rjetin social, thëtë, ja shkaj me vla, ja shkaj sa shtashtë. Në realitet shkojnë me vllazni, shkojnë me mi, shkojnë me mik, me dhonër, me baxhanak, me gjithë. Në të tonë mirë. Ja. E në gurbet a ke qenë aja? Po, kum qenë gurbet. Kum qenë pak. Në që e di, kum qenë. O po koha ashtë, na pa të në këthy edhe, kështu që tash jam kësajde. A e shko prap, a i kera përshme? Ja, tash u bo mirë se ata qërë kanë thonë zëti ta primë. Unë e kam ecë, pa i ka thonë ju, këtheu se këtu. Po. Për të theve këtu që? Ne ku jom këthy këtu i kum të kontribu ushtrisë ligjimtare të Kosovës, jam veteran sot, edhe jem ku jem. E më trego gabimin që s'ja fol vetës deri më tash. Ja, vetën nuk jam për me gjiku, jam me gjiku ka gja me mos të madhe, njerëzive do të mjavë në hakin. Gjdo njonit, arsimtarit, bujkut, gjdo njonit do të mjavë në hakin. Vetën që jam për me gjiku, me i thonë në tash. Pa drejtësi. Pa drejtësi banë, na jem këtu me njerëz, gjdo njonit ka pa drejtësi, edhe në familje ka pa drejtësi. Dikush i ka do punë ma shumë, dikush ma pak. Mirë po, për ka realiteti, nuk është keq mirë është. Cila është momenti më i vështirë që ke pas një, të ke përjetu? Momentet i kam shtira, në do të më ullë në studio se pisha që dë pa drejtësisht, po juve televizionjeve, ju këti shqiptar që krejtini ju, po dë televizionave kësha dhënë vrejtje. Ju për shemull, po e thirrin të lifare. Veç se e kum një që aty ka thonë të fjallë ka bëjë gare, edhe ashtë televizionis do të me konshtë, se televizioni pasyre ku ka më po krejtë. Po dinë se edhe na që tash kemi dishka keq, po nësë tash s'muje qes ato me thonën që shtoa, po dinë se sytë janë me parë, në që se shuhin dy sy, shuhin që sa njeri është, gjithë shuhum njajtë. Pas e kritika për disa televizione? Sigurisht që kam kritika, po shuhum në aty, në sëdja më në reni shkoj në ullin, gjithë kanë për çka dë, nuk është ashtë. Falenderoj shumë për kohë. Ju përshëndes, mirë se keni ardhur në Drenicë. Respekt për juve shqiptarë që krejt ata që kanë luks kanë mu prish një ku. Kjo jeta në shkallë. Shkën nalt edhe zbret poshtë. Po ai që jo i mesëm e zgjat dorën, ai që jo i nalt nuk e zgjat dorën. Po, kum qenë gërbe. Tu e di, kum qenë. Ku jom këthy këtu i kum të kontribu ushtrisë ligjimtare të Kosovës. Me disponim mirë jam, nuk jam keq. Ju përshëndes, mirë se keni ardhur në Drenicë. Mirë se ju gjatëm. Më trego pak parja, pe bën lumë të njeriu na veç pe ja zgjidh problemat. Parja nuk e bën lumë të njeriu. Jeta e bën lumë të njeriu. Parja nuk ka kur gjë. Parja është shpenzuese.
Luksi tepër pak i prish njerëzimet? Po, krejt ata që kanë luks, kanë mu prish një ku. Ka marrë një ku që ata, dhe me thonë, kjo jeta në shkallë. Shkën nalt edhe zbret poshtë. Edhe kështu për këta që ka janë nalt, kanë më ra poshtë, edhe tanë që vjen tjetër, kush vjen, na nuk e dim. Sa është sot dora për dorë, qysh ka qenë atëherë? Sa është sot dora për dorë? A ket interes? Po, dora për dorë është ma fort ai që jo i mesëm, jo i varfni, se i varfni nuk më një jep kërkujna, po ai që jo i mesëm e zgjat dorën, ai që jo i nalt nuk e zgjat dorën. Sa ka ndryshu koha? Krasim që ka qenë me të shoh tash. Koha ndryshon gjithë, edhe ma heret koha u konë nryshe, kena kurre, kena gjvëshe, kena kryja të punë, po sot janë dalë mjetët, sot nuk janë aty. A ka pas interes që shpo ka sot? Pak janë largu njerëzit, po jo sa flitet nuk janë shtashtë shumë. Se ja den unë ka pak e për cilë rjetin social, thëtë jas shkaj me vlla, jas shkaj sa shtashtë. Në realitet, po, në realitet shkojnë me vllazni, shkojnë me mi, shkojnë me mik, me dhonër, me bajanak, me gjithë. Në të tonë mirë. Ja, po, ja. E në gurbet a ke qejta jarë? Po, kum qenë gurbet. Kum qenë pak. Në Suedi kum qenë. O ko koha ashtë, na pa të në këthy edhe, kështu që tash jam kësajde. A e shku prap, a i kera për shma? Ja, tash u bo mirë se ata qërë kanë thonë zëti ta primë. Unë e kam ecë, pa i ka thonë ju, ktheu se këtu. Po. Për të theve këto që? Ne ku jam këthy këtu, i kum kontribu ushtrisë lirimtare të Kosovës, jam veteran sot, edhe jem ku jem. Allah të qoftë. E më të rega gabimin që se fal vetës deri më tash. Ja, vetën nuk jam për me gjiku, jam me gjiku ka gja me mas të madhe, njerëzive do të mjavë në hakin. Gjdo njonit, arsimtarit, bujkut, gjdo njonit do të mjavë në hakin. Vetën që jam për me gjiku, me i thonën tash. A të ka bu ndonjë pa drejtësi? Pa drejtësi banë, na jem këtu me njerëz, gjdo njoni ka pa drejtësi, edhe në familje ka pa drejtësi. Dikush i ka të punë ma shumë, dikush ma pak. Mirë po, për ka realiteti, nuk është keq mirë është. Cila është momenti më i vështirë që ke pas një jetë, ke përjetu? Momentet i kam të shtira, anë do të më ullë në studio se pisha që do pa drejtësisht, po juve televizionjeve, ju këti shqiptar që krejtini ju, po do televizionave kësha dhënë vrejtje. Ju për shembull po e thirrin të lifare. Veç se e kum një që aty ka thonë të fjallë ka bëjë gare, edhe ashtë televizionis do të më konshtë, se televizioni pasyre ku ka më po krejtë. Po dinë se edhe na që tash kemi të shka keq, po nësë tash s'muje qes ato më thonën që qështoa, po dinë se sytë janë më po, në që se shuhin dy sy, shuhin që so njeri është, gjithë shuhum njajtë. Pas e kritika për disa televizione. Sigurisht që kam kritika, po shuhum natë, në sëdja më në reni shkojnë në ullin, gjithë kanë për çka dë, nuk është ashtë. Falenderoj shumë për kohë. Ju përshëndes, mirë se keni ardhur në Renis, respekt për juve shqiptarë që kretë.